Mirë mëngjesi bashkim. Ne themi pa ty si pa kry. Po. Ne kështu themi, sidomos nga tetova lajmet pa bashkimin nuk I kemi asnjëherë na mungojnë në fakt. Na mungojnë, sigurisht. Por ja që bashkimi na u lidh. Lajme nga tetova sot, sjellim lajme paksa të mira, të bukura, dashje të bashkim, njoftimet të këqija, lajme të fillojmë të buzëqeshim. Por përpara se të kalojmë tek lajme që vijnë nga tetova, unë do doja të pyes bashkim. Sepse edhe temën e ditës sot me e kemi në lidhje me shportën Dritro. Të lutem. Mos pyet se nuk e di edhe unë. Jo. Nuk e di edhe unë si e mbushim të shportën. Parafërsisht, miqtë e tu, sa thonë, domethënë nuk bëjmë krahasimin e vitit kaluar, por sepse kemi një dallim të shumë nga janari deri në mars, kemi një dallim të shportës konsumatore. Të këtij viti. Dhe parafërsisht, bashkim, çfarë thon miq, shokat? Sa ju kushton realisht shporta mujore? Sepse njëri nga tetova të cili pak më parë lexova, tha po shkoj me listë të shkurt në treg dhe dal me një llogari shumë të gjatë, sepse çmimet janë rritur shumë. Edhe domatet I shok si në muze. Çfarë të bëjmë? Shumë gjëra janë bërë këtu të paprekshme, vetëm si në muze, kështu që të kalojmë vetëm sa të mbushim syrin, kështu të shohim, ndërsa për t'i bler ato duhet kredi, mo vlla, për një të shkuar në market, për të përgatitur për një muaj, të duhet të marrësh një kredi në bank që të mund të furnizohesh si duhet për një muaj. Bashkim, e ke vërejtur që qytetarët janë dobësuar sepse e din atë, më ka thënë mjeku vetëm gjysmë pjatë të ha. Po pra, të mbajmë linjën e trupit, jo për diçka. Se nuk na e mban. Dietë obligative mbajmë. Dietë obligative mbajmë, edhe sepse shkon për të marrë 100%-shin në një market, ndërkohë që e merr vetëm 15% asaj se nuk të del hesapi për më shumë. E thyen 100 euron, sikur ke thyer 1000 denar. Nuk del as për furnizime për në shtëpi. Absolutisht. Dhe llogaritë ky muaj I shenjtë Ramazanit, kur neve duhet të shkojmë mysafir, të na vinë mysafir, që t'i japim pak mundësi luksi vetes, sepse varet çfarë quajmë luks neve, po për neve për shembull këtu e quajmë luks nëse arrim të marrim 1 kilogram domate, ose nëse marrim 1 kilogram trunguj, është luksi I madh. 1 kilogram është shpesh buxhovan quhet. Do të thonë shpesh vërtet të duhet të marrish një kredi të vogël për të mund të furnizohesh për një muaj. Nuk ta çet hesapi. Po kjo është vetëm furnizimet, vetëm ajo shporta e një muaj. Pastaj në anën tjetër I ke faturat të energjisë elektrike, të telefonit, të internetit, të makinës, të benzinës, e nuk e di se çka. Dhe në fund pasi I kryen edhe këto, kur fillon të marrish frym, të kujtohet se duhet fëmijët për në shkollë të rregullohet, sepse kanë nevojë edhe ata. Dhe kështu që vazhdon muaj, kryesorja gjithnjë kemi me çka të merremi, nuk rrim kot, nuk rrim pa punë, as neve fizikisht, po as truri. E vërtet. Realisht kjo është jeta. Po s'po mundemi me ushqy trurin, kjo është problemi. Po trurin tash do e ushqim. Dritro, këto I kemi paksa si ashtu vetë kënaqje. Kjo është jeta, ja. Nuk është kjo jeta, por çfarë bëjmë? S'mundemi më mirë dhe pajtohemi me këtë dhe themi kështu është jeta, e rëndi është qenë. E po çfarë të themi? Tash do fillim të ankohemi? Ja, do pajtohemi me këtë, të japim vullnet, të buzëqeshemi, se kështu është jeta, kështu që ngushëllohemi me këtë fjalë njëri me tjetrin. Tash do fillojmë kur të shkojmë në si të ftuar musafir kur do të shkojmë te dikush nga 1 kile patate, nga një kështu. Sepse domate këta... Çfarë kile më motra, çfarë kile nga një kokër do marrim, mjafton. Me grama. 10 kile. Shumë mirë. Bashkim edhe në thuaj cilët janë lajmet më të mira. Në fund të këtij diskutimi, për këtë temë Dritroj ju rekomandoj që në fund të shtoni buzëqeshjen duke lëshuar një këngë shumë të mrekullueshme të vjetër. Don't worry, be happy. Jo, unë e them të kundërtën. Don't happy, be worry. Sepse kjo është gjendja reale jona. Për të biseduar për gjëra të bukura, bashkim e kemi edhe kodrën e diellit çfarë po ndodh andej. Unë po shikoj për momentin jam duke parë pamjet sepse duket që ka borë. Po sepse gjithmonë sa herë që e kemi linjën me bashkimin, se çma asoson me kodrën e diellit, nuk e di pse, sepse po shikoj një pamje fantastike bashkim. Duket që bora vazhdon të qëndrojë.
Kohëve të fundit, ditëve të fundit, do me thënë, ka pasur informacione të mira nga kodra e diellit, do me thënë, kemi borë diku deri në 75 cm atje, që është në këtë mot, do me thënë, të ngrohtë dhe të bukur, është ideale për skim dhe për të kënaqur atje. Ka pasur ditë kur temperatura ka qenë mbi 14, kështu që ke mundur rehat me majic të skiosh, kështu që si duket po i jetojmë 2 javët e fundit të sezonit turistik në kodrën e diellit, dhe janë këta 15 apo 20 ditë të cilëve duhet t'ju kënaqemi deri në vitin e ardhshëm, në sezonin e ardhshëm. Një informacion i mirë është nga kodra e diellit se edhe biletat e skimit, nuk e di se çfarë ju ka kujtuar, me siguri kanë bërë një kështu donacion për Ramazan, i kanë ulur edhe çmimet e biletave të skimit, do të thënë bileta ditore nga 1400 denar tash është 1100 denar, bileta gjysmë ditore 900 denar, dhe në 850 e kanë bërë biletën për fëmijë ose gjysmë ditorja 750. Interesante është se në kodrën e diellit ka edhe kategori biletash për personat mbi 63 vjeç. Dhe ti çaju është kujtuar. Dhe ti sa e kanë këto 60 bashkim? Këta 63 vjeçarë. 63 vjeçarët, po nuk e di, disi e kanë vetëm 100 denar më lirë se personat tjerë, do me thënë 1000 denar e kanë ditoren ose gjysmë ditoren për personat mbi 63 vjeç e kanë 800 denar biletën që të mund edhe ata t'i kënaqen. Sepse në Tetovë kemi bashkim, kërkoj ndjes. Dhe ti gjithmonë kur shkon u thua që jam 62 e gjysëm, a mundet jo 65. Unë ju them jam 65 vjeç dhe kërkoj atë biletën më të lirë që është. Sigurisht, se të duhet të gjindemi disi. Më ka munguar si vjetë kodra e diellit, shkaku i angazhimeve, obligimeve të shumta nuk kam dalë shumë në kodrën e diellit, por vërtet është një antistres i mrekullueshëm atje, është një antistres i papar. Të kalosh një ditë në kodrën e diellit, pastaj edhe në mbrëmje, një mbrëmje shumë të bukur me DJ poshtë që bëhet dhe me zjarret që ndizen jashtë të klubit që është Tetex, do me thënë, ofron një relaks super të mirë kodrë e diellit. Andaj rastësisht zgjodha këtë temë që të njoftoj publikun sot që mundemi edhe për disa ditë që të shfrytëzojmë këto bukuri të kodrës së diellit dhe këtë borë që ka mbetur, mbase nuk i dihet, mund edhe të kemi të rreshura të reja të borës. Por ama mirë është të kapemi të këto që i kemi tani. E po të kemi të rreshura të reja të borës, dash zoti, atëherë do t'i shfrytëzojmë që të paktën deri në fund të marsit të mundemi të rrëshqasim në këtë pikë të bukur. Do ta kemi nesër Sllav që në meteorologun tonë drejt për drejt do të na informon, mirë po bashkim sido që të jetë, sezoni po vazhdon, ne nuk pam borë me sy, shkupjana do me thënë kështu, për ne është zdi ari, më duket kështu pasurit parë borë. Mirë po shpresoj që me të vërtet të letë zgjatë sezona, pasi që edhe filloj paka shumë me vonesë. Parkingu, është normalisht në muajin e shenjtë të Ramazanit paka shumë është më e qetë situata me siguri. Mirë po gjatë fundjavës është rregulluar diçka me parkingun apo fare? Ajo, e vetmja gjë që është rregulluar me parkingun në kodrën e diellit është një vetë cenzurë apo një vetë rregullim i banorëve, të cilët kanë filluar që në numër paksa më të madh televizin me autobusët të cilët i ofron komuna nga 2 në orën 8:30 në mëngjes, që zakonisht janë për skiatorët, dhe 2 autobus ka pasoros 10, do të thënë për ata që shkojnë si vizitorë në kodrën e diellit, që nuk i duhet të shkojnë aq herët, dhe kjo deri ku ka ndikuar që të zbutet ajo tollovia e parkingut në kodrën e diellit dhe bllokimet, por ama nuk do të thotë se nuk ka tollovi. Do të thënë nëse të gjithë parkohemi si duhet, rruga do ishte gjithnjë e lirë, por ama ka persona, ka një pjesë të vozitësve të cilët vërtet kanë mungesë ndërgjegjeje dhe makinën e lën ku t'ju vinë më së mbari. Dhe sikur mendojnë që sikur me makinën e tyre përfundon dynjaja, ma nuk ka njerëz që të lëvizin këndeja, ndaj janë në gjendje që t'i pengojnë gjithë dynjas. Pati një aksion shumë të mirë dhe nga ana e sektorit të punëve të brendshme dhe shërbimit të Merimang,
të komunës së Tetovës, të cilët gjatë vikendeve, domethënë me 2 merimanga dhe me pjesëtarë të sektorit punëve të brendshme, kanë mbartur të gjitha makinat që kanë bllokuar rrugët, vetëm për të liruar rrugën dhe për të qenë e lëvizshme rruga të paktën për 2 makina, sepse duhet të logjikohet edhe një anë tjetër, se pasi mund të ketë nevojë edhe për ndihmën e shpejtë, për zjarr pikësit. Po, shumë mirë, nëse kjo është mënyra për të funksionuar, le të jetë. Patjetër, pra, ajo që nuk funksionon me të thënë, funksionon me të dhënë. Duhet të paguash për gabimin që ke bë dhe mbase herën tjetër do të kujtohet që të mos bësh atë bllokim rruge. Shpresojmë që këtë vikend, domethënë do t'ju sjellim disa foto dhe disa pamje për në emision, sepse këtë vikend do të ikim për në Kodrën e Diellit për të parë atmosferën atje dhe për të kënaqur paksa. Bona, nëse duash do të marr një frigorifer të vogël pak bor, do të fus aty që të sjellim më shkup atje. Shiko, nuk e dua me të vërtet as pak nuk e dua dimri, si thoni jap 3 dimra për një verë, po, si stin, do me thonë... Por bor e ka marrë. Nuk më mungon bora, por, duke jetuar në Shkup me virozat e shumta, me papastërtinë, mendoj që bora është aq e nevojshme dhe aq jemi në mungesë, do me thonë, të një dimri, pak, kështu vetëm let na pastron një, let na kalon, mos të zgjatë shumë, me mundësi mos të zgjatë shumë, mirë po vetëm sa ta pastron, sepse virozat bashkim, ja, i kemi këtu ende prezente, vetëm po bën cik-cak nga një antar i familjes në tjetrin, mirë po asë si të shpëtojmë. E vetëmja që na shpëton është borë, e vetëmja. Kishim që të ishdukën këta viruset shumëta që po qarkullojnë rreth rrotull. Bashkim, do doja një 2 pyetje. Edhe pse në shpëton bora, domethënë, unë i takoj një pjesë tjetër, domethënë, të motoristave, dhe unë i kisha dhënë 10 dimra për verën, dhe nuk dua as pak borë të ketë, dua vetëm diell të ketë dhe të kemi rrugë të mira për të lëvizur, andaj me shumë gëzim shikoj çdo ditë temperaturat se si rriten dhe se si pastrohen rrugët që të mundemi të dalim të kënaqim. Po, Bashkim, më thuaj, 2 pyetje i kam. Për qytetarët jashtë Tetovës, të cilët nuk e dinë se ku është stacioni për autobusët të cilët ngjiten për në Kodrën e Diellit. Ka di stacion bazë për ku bëhet nisja apo ka stacion bazë, domethënë është vetëm 100 metra përpara teleferikut, ex-teleferikut të dikurshëm në Kodrë të Diellit, ose është fill përpara varrezave myslimane ku në qytetin e Tetovës, ku edhe janë shenjat e vendosura aty se ku mund të pritet autobusi për të vazhduar për në Kodrë të Diellit, edhe ato 2 herë në ditë, domethënë në orën 8:30 dhe në orën 10, ndërkohë që kthimi atje është 14:30 dhe në orën 16, domethënë që të kënaqin gjithë ditën dhe që mund të kthehen dhe të mos se kenë atë hallin e makinës ku do e lënë dhe si do e parkojnë. E qartë. Teleferiku, me sa e kuptova, tash e kuptova, teleferiku prej poshtë lart nuk funksionon, ma? Jo, që në vitin 2001, kur gjatë konfliktit është dëmtuar teleferiku dhe ka mbetur edhe pse ka qenë gjëja më e bukur e Tetovës, ka mbetur në harres, por e kemi një të mirë dritëro. I kemi politikanët tonë e Zotin Ajlash që çdo vit na premtojnë dhe ne jetojmë me atë shpresën se çdo vit do kemi teleferik. Andaj na mbetet vetëm ti lutemi Zotit që ndihmon diçka të vërdisojnë këto politikanët që t'ju ndihmoj. Ai defekti aq shumë kushton, domethënë që nga viti 2001 nuk është ndërtuar. Mund të ketë shumë shtylla të dëmtuara. Domethënë nuk kushton aq shumë për një ekonomi të qytetit të Tetovës ose të Pollogut ose të qeverisë të Republikës së Maqedonisë. Ajo që kushton shumë është arritja e një vetdije tek politikanët, sepse me ato investojnë në gjithë Tetovën, jo vetëm në Tetovë, sepse pikërisht shkaku i teleferikut do të mund të lëvizet edhe gjatë verës me atë teleferik për shëtitje panoramike, do të ketë ardhura. Ama në qytetin e Tetovës nuk shfrytëzohet asgjë për ta komercializuar që të mund të ketë ardhura. As teqeja Rabati Baba që është një gjë e bukur në Tetovë, as kalaja e Tetovës, as teleferiku dhe asgjë nuk rregullohet që të kthehet në profitabile, që të kthehet në të ardhura për komunën, që të ketë përfitim. Andaj gjitha gjërat tjera po bëhen. Po. Përderisa po flasim për teleferikun dhe po flasim që nga viti 2001 nuk është rregulluar, pra plot 25 vite, unë do doja të bëjmë edhe një apel pse jo edhe të kompanitë që duan në fakt të investojnë një gjë të tillë, pse jo të bëhen disa kompani të mbledhin disa të ardhura dhe hiç mos të presim nga komuna për, domethënë për mirë, tash është në pronën e komunës, tash është problematike kjo. Po tash është komuna nuk reagon atë partneriteti publik-privat. Po pikërisht për partneritet. Partneriteti publik-privat është gjë shumë e mirë, është zgjidhje shumë e mirë.
por ama automatikisht nuk kupton edhe dhënie me koncesion për të paktën 20 vite. Por le të jepet edhe për 30 vite, le të ekzistoj, le të figuroj ajo gjë që të shfrytëzohet nga ana e tetovarëve. Ka qenë vërtet një gjë tetë e bukur dhe më e keqja është që në trasen nga ka kaluar teleferiku tashmë janë të ndërthuara edhe disa objekte, edhe restorante, edhe weekend shtëpiza që automatikisht harxhime shtesë kërkon që të ndrohet traseja e teleferikut, të ngadalë visi njëjti. Gjithnjë thonë që projekt ka, gjithnjë thonë që studimet janë bërë, që mundet nga kjo anë, po gjithnjë në sytë e tyre lexojmë një të futur kot, kështu, që vit pas viti po përsëritet dhe asnjëherë nuk bëhet. Fantastiku Bashkim Sulemani miq dashur, nga qyteti Tetovës, me një perlë të cilës sapo e dëgjuam. Faleminderit shumë Bashkim. Unë pajtojmë plotësisht me Bashkimin, Faleminderit po juve. shpresojmë që të Fantastike. ndryshon diçka. Faleminderit Bashkim. Shpresojmë të kemi foto të presim nga fundjava. Po do të provokojmë, Foto dhe borë. sepse do të jenë foto të shoqëruara me byrek. Po Kështu që mos u gruaj Valbona. Jo. Foto do i realizohen në mbrëmje, Iftare, por mëngjes do iftare. t'i jep. Kështu që Vetëm Bashkim mund të Valbona. dërgosh gjithçka, Dritro. përveç se speca me Lere kajmak. për kontritro Ramazan. Po. Ramazan tash s'ka. Ska rëndësi tash, ne mund t'i nxjerrim ata, çfarë ka ndodhur në mbrëm. Dhe kjo mund të jetë një motiv për të përgatitur në mbrëmje të Bashkim tjera. gjithçka të lejohet përveç se specat me mazë me kajmak. Ato do me thënë të bllokoj dhe emrin të haroj, okej? Opa, edhe kjo në rrymë, asa bukur doli. Bashkim, faleminderit shumë Shumë për energji, për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Diçka shtesa Vikend të kemi? mbar. Kemi diçka shtesë? Shtesë kemi vetëm t'ju urojmë vikend të bukur të Faleminderit gjithë shumë. atyre që punojnë bashkë dhe t'i ftojmë sonte në mbrëmje mos harroni në orën 16:00-19:00 informacionet e fundit nga vendi dhe jashtë në Alsat. Faleminderit shumë Bashkim. Faleminderit, miru pafshim.